Është krejt normale që vendet mes njëra tjetër të kenë shkëmbim eksperiencas dhe marrëveshje mbi bazën e interesave reciproke. Kjo ka qenë është dhe do të mbetet sa shoqëria njerëzore dhe vendet e kombet të jenë të tilla, pasi është shumë e rëndësishme në të gjitha dhe një nga shtyllat kryesore të politikës së ditës ka qenë dhe është dhe do të jetë është dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe marrëdhëniet diplomatike mes vendeve. Aq më tepër me vendet fqinje që duhen mbajtur gjithmonë nën vëzhgim, nën kujdes dhe të ketë një platformë e strategji të detajuar dhe ajo çfarë është më e rëndësishme të ketë një vazhdimsi, nuk mund të luhet me politikën e jashtme dhe të fqinjësisë veçantë dhe të interesave të kombit, nuk mund të luhet mbi bazën e parimit që jam unë sot dhe do të bëhet siç them unë. Aty do të ketë një strategji dhe mbi bazën e kësaj strategjie të zhvillohen në vazhdimsi planet e veprimit dhe të ndiqen në vazhdimsi pastaj marrëdhëniet dhe realizimi reciprok i detyrimeve të palëve. Në politikën e jashtme dhe në fushën diplomatike ajo çfarë është më kryesorja është reciprociteti. Por për fat të keq këtë reciprocitet e din teorikisht të gjithë, por fatkeqësisht jo se e zbatojnë dhe kërkojnë të përfitojnë padrejtësisht dhe në një farë mënyrë të përdorin mjetet e presionit kur ato ju vjen momenti. Në këtë rast do thosha konkretisht për pyetjen tuaj me shtetin grek. Dihet tashmë që nga historia që marrëdhëniet përgjithsisht diplomatike dhe të shkëmbimit reciprok me Greqinë i kemi patur me luhatje dhe me ngjitjet dhe zbritjet e tyre në momente të caktuara kanë shkuar edhe në pikë kritike. Nuk flas marrëdhëniet mes popujve, po flas marrëdhëniet në fushën e diplomacisë. Dhe kjo vjen kryesisht për mungesën e vizionit të qeverive respektive dhe do thosha pak më tutje edhe për shfrytëzimin në maksimum të atyre kërkesave dhe momenteve dhe presioneve që i vjen njërës palë apo palës tjetër. Natyrisht që nisur nga historia, nga numri i popullsisë, nga pozita gjeostrategjike, nga zhvillimet ekonomike dhe gjithçka tjetër, ne nuk mund të krahasojmë me shtetin grek në çdo aspekt e nivel, pa folur pastaj për pjesën e lobimeve dhe mbështetjeve, sepse ato janë krijuar prej kohësh dhe vazhdojnë të ushqejnë në mënyrë krejt normale. Ne për shumë vite, deri në vitet 90, ne izoluam vetveten dhe rrethuam, si po themi me tela me gjëmba në mënyrë simbolike veten dhe shkëputëm kontaktin me botën e jashtme dhe kjo na ka kushtuar dhe do të na kushtojë ndoshta jo pak, por edhe shumë vite të tjera për të arrimarrë veten nëse do të jemi me fat e do të zgjedhim liderit e duhur në krye të vendit. Qoftë majtas, qoftë djathtas apo të qendrës, të cilët jenë vizionarë dhe të punojnë për kombin shqiptar, dhe të punojnë për vendin dhe mos të mendojnë të punojnë vetëm për veten e tyre. Për ta ardhur konkretisht tek vizita e sotme e ministrit të mbrojtjes, ish-ministri i jashtëm, siç quhet teksuat Dendias, unë do thosha që ai është një njohës shumë i mirë i situatave, pasi ka eksperiencë të jashtëzakonshme në diplomaci dhe jo pa qëllim ka kaluar tek pjesa e mbrojtjes tashmë dhe ai i njeh se ka rrënjët edhe nga jugu. Absolutisht, i njeh me detaje dhe di se ku të përqendrohet, e di se çfarë të kërkojë. Po, konkretisht sot, ndoshta po vjen për të shtyrë atë autorizimin e presidentit që të dërgohet çështja në Hag apo në Hamburg? Unë mendoj se sot vjen në vazhdim e vizitës që bëri kryeministri jonë në Greqi, të problematikave dhe të diskutimeve që ata kanë patur mes kryeministrave dhe jam i bindur që ai vjen për shumë çështje, në agjendën e tij do të ketë gjatë takimit me ministrin e mbrojtjes zollin Nufi dhe me kryeministrin, jam i bindur që bashkë me delegacionet e tij do ketë e do trajtojë shumë problematika që tashmë janë të njohura edhe për qytetarin e thjeshtë në lidhje me mes Greqisë së Shqipërisë, por ajo çfarë do të zej pjesën e luanit në bisedime dhe kërkesat që ata dështrojnë lidhet me marrëveshjen e detit të dakordsuar në 2009, të rrëzuar nga gjykata kushtetuese, të rikthyer përsëri në bisedime 2017 dhe tashmë prej asaj periudhe rikthehet tani në tavolinën e bisedimeve. Për çfarë arsye? Është një mjet presioni që i bëhet Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe qeverisë shqiptare
për të marrë maksimumin pala greke, për arsye se ne tashmë po i afrohemi çështjes së antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe me gjithë diskutimet që thonë Bashkimi Evropian, përsëri ka ngel ajo vetoja e famshme që greku apo dikush tjetër nga vendet mund ta përdor për t'i bërë dëm Shqipërisë dhe shqiptarëve. E në këto kushte ai vjen për të marrë maksimumin nga kjo marrëveshje. Detyrimisht që pala shqiptare do thosha unë jo si ekspert deti, por mbi bazë informacioneve që kam, mendoj se ka gabuar për sa i përket rënies dakord për ta dërguar çështjen në gjykatën e Hagës ose në Hamburg, aty ku do të gjykohet, pasi aty unë mendoj se do t'jemi të humbur totalisht për vetë faktin se ne nuk kemi eksperjenca në për këto lloj gjyqësh e para, kurse Greqia në raport me ne ka shumë herë eksperjenca, pasi ajo për vetë pozitën gjeografike, ishujt e shumë, tërsin e detit dhe të ujrave, problematika që ka patur në vazhdimsi edhe me fqinjë si që është Turqia, edhe me ne, dhe jashtë rikthyer një çështje për të cilën ai e përdori në momentin kur ne do të pranoshim në NATO, në Aleancën Atlantiku të Veriut në 2009, ai mori 2 në shkëmbim të heqjes së vetës, mori 2 marrëveshje shumë të rëndësishme për të sotmen dhe të ardhmen e Greqisë dhe në dëm të Shqipërisë. Siç që ajo marrëveshja detit dhe ajo siç e theksuat ju, marrëveshja e mes 2 qeverive për të rënë grek në luftën italo-greke 40-41 territori shqiptar, ku unë kam patur fatin e mirë dhe jo tillë të jem të kryesoj delegacionin shqiptar 2 herë në takime me palën greke dhe aty kam parë se si e çfarë ata kërkojnë me këmbgule për të marrë maksimumin pa pyetur fare për marrëveshje ndërkombëtare që ata vetë kanë nënshkruar apo marrëveshje mes palëve që përsëri vetë i kanë nënshkruar.